Pas asaj mbrëmjeje të mbushur me frymëzim dhe mesazhe të forta për fuqizimin e gruas, ku u promovua fondacioni Leading Ladies Foundation, tani në studio kemi kënaqësinë të flasim më gjërësisht për këtë nisë. E kemi të ftuar themeluesën e fondacionit, ashtu siç e përmenda edhe më herët, Elmedina Shuaibi, doktore e shkencave ekonomike, eksperte në fushën e ekonomisë, kontabilitetit dhe finansave, me përvojë të gjatë si ligjëruese universitare dhe konsulente profesionale. Sot do të flasim për misionin e Leading Ladies Foundation, për synimet e saj dhe për rrugën që Elmedina ka ndjekur drejt krijimit të një platforme ku gratë lidere frymëzojnë dhe ndihmojnë njëra tjetrën. Elmedina, përshëndetje dhe mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Aida, faleminderit për ftesën dhe për hapësirën mediatike. Është shumë kënaqësi që të kemi tani këtu për të folur më gjërësisht, edhe pse në pika të shkurtra na e pam, edhe shikuesit e kanë parë se çfarë konkretisht bëhet fjalë për këtë nismë, por që atë rënjën ndoshta dhe nismën kryesore që ti e ke bërë, do e flasim në këto minuta në vazhdim. Patjetër Aida, unë fillimisht dua të shfrytëzoj rastin të falenderoj përzemërsisht për prezencën e juaj në ditën e promovimit të fondacionit Leading Ladies dhe mbështetjen që i dha kësaj nisme që ka për qëllim fuqizimin e gruas jashtë, domethënë brenda Maqedonisë dhe jashtë vendit. Gjithashtu vlerësoj shumë mënyrën se si e prezantove mesazhin tonë dhe besoj që së bashku do të promovojmë edhe shumë aktivitete dhe organizime të tjera. Patjetër. Ideja për të krijuar fondacionin Leading Ladies ishte nga dëshirja ime për të bërë diçka konkrete për vendin tonë. Gjithashtu edhe nga përvoja ime personale dhe profesionale në fushën e sipërmarrësisë dhe menaxhimit, që gjatë rrugtimit tim pata rastin të njoh vajza dhe gra që kanë potencial të jashtëzakonshëm, mirëpo fatkeqësisht në mungesë mbështetjes së duhur. Janë të heshtura në një farë forme në shoqërinë tonë. Dhe kështu lindi edhe nevoja për krijimin e një platforme ku gratë do të fuqizojnë njëra tjetrën, do të mbështesin dhe do ta duan njëra tjetrën. Cili është vizioni dhe misioni kryesor, Elmedina, i kësaj nisme? Ke qenë skeptike para se të marrësh këtë vendim për ta hapë këtë fondacion? Aida, vizioni i fondacionit Leading Ladies është krijimi një hapësire, krijimi një shoqërie ku vajzat dhe gratë do të jenë të vetëdijshme për potencialin e tyre, do të jenë të vetëdijshme edhe për mundësitë, të vetëdijshme edhe për krijimin e mundësive dhe shfrytëzimin e mundësive të barabarta. Këtë ne mendoj që do të arrijmë edhe përmes plan programeve të ndryshme, mentorimeve, aktiviteteve të ndryshme që do të synojnë frymëzimin e gruas dhe mbështetjen e tyre. Kush janë ajo pjesë e grave, do thoja, që donë që ti kesh në këtë fondacion? Janë ato gratë që sapo kanë nisur rrugtimin profesional, apo gratë që janë tashmë të konsoliduara në punën dhe profesionet e tyre? Po Aida, çdo vajzë dhe çdo grua që i përshëndet këtë nisëm, është pjesë e këtij fondacioni. Pa marrë parasysh se në cilën stad të karrierës, në cilën fazë të karrierës së saj ajo është. Padyshim që neve do na duhen të na bashkangjiten edhe gratë të konsoliduara në karrierë, sepse përmes tyre mund të shkëmbejmë përvojat, frymëzimin, motivimin, normale dhe sfida që i kanë kaluar për të arritur deri këtu ku janë, dhe që janë të dëshmuara në karrierat e tyre. Ashtu siç i pam edhe disa nga ato në këtë mbrëmje kaq madhështore. Ne në një farë mënyre e vëretëm dhe e pam që interesi ishte shumë i madh për të qenë pjesë e këtij fondacioni, nga ai numër i madh i grave që ishin atë natë në këtë nismë në Tetov, por që ato mesazhet frymëzuese ne i pam edhe nga panel diskutimi që kishin ato gra shembuj që janë në shoqërinë tonë, por cilat ishin ato mesazhet dhe komentet që i more nga pjesëmarrësit aty, Elmedina? Edhe sa të kanë mbështetur dhe sa të kanë inkurajuar në këtë nismë? Aida, mund të them që mesazhet ishin jashtëzakonisht inkurajuese, pash gra shumë të motivuara, gjatë bashkëbisedave të ndryshme shkëmbyen përvojat e tyre, treguan historitë e tyre të suksesit dhe thash me vete fondacionit po i nisi jehona, domethënë jemi në rrugën e duhur. Definitivisht. Është shumë e rëndësishme kur jashtë rindorën njëra tjetrës, gjinia femrore. Kjo gjë mungon, realisht.
Besoj që po, mirë po përmes fondacionit tonë, besoj që do të arrijmë shumë shpejt, që ta t'i kalojmë këto bariera. Definitivisht. Elmedina, më thuaj për aktivitetet që do organizohen pas këtij lansimit, pas promovimit të fondacionit. Çfarë aktivitete janë të para deri në fund të vitit, meqense tani më jeni në muajin tetor? Po, Aida, Fondacioni Leading Ladies do të fokusohet në një sër aktivitetesh, duke filluar nga mentorime të ndryshme, aktivitete të ndryshme, organizim të forumeve, tryeza të rrumbullakta, ku patjetër që do t'i kemi prezente edhe gratë e sukseshme, sepse si ceka edhe më herët, ato janë motivi jonë për të na frymëzuar dhe motivuar. A do të ketë bashkëpunime rajonale apo ndërkombëtare për të krijuar një rrjet të gjerë, të grave, të suksesshme? Patjetër që po. E ke menduar? Jemi duke punuar në fakt në atë drejtim për të krijuar një rrjet të bashkëpunimi për ta zgjeruar rrjetin. Do të thonë, bashkëpunimet janë të domosdoshme, nuk mund të një fondacion, një shoqat apo një organizat të funksionojë pa mbështetje institucionale, mirë po edhe pa rrjetizim. Është e pamundur. Të kanë ndihmuar këto gra që kanë qenë të gjitha të ftuara atë natë për ta promovuar në një farë forme edhe në rrjetet sociale, pasi që kanë një ndikim të madh rrjetet sociale tani. Po, Aida, të gjithë pjesëmarrëset, gjithashtu edhe panelistet e kanë bërë punën e tyre në aspektin e promovimit të fondacionit, qoftë në rrjetet sociale, por qoftë edhe atë ditë u dhanë shumë mesazhe të bukura, u transmetu shumë energji pozitive, edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Elmedina, unë paka shumë të prezentova në fillim për karrierën tënde akademike, po më thuaj se sa të kanë ndihmuar karriera akademike për të depërtuar dhe për të marrë këtë forcë për të filluar këtë nismë? Po, Aida, si doktore shkencave ekonomike, dhe me një përvojë të gjerë në fushën e kontabilitetit dhe menaxhimit, kam mësuar strukturën e punës, planifikimin strategjik dhe transparencën. Edhe këto tre elemente i kemi integruar edhe tek themelimi i fondacionit. Ndërsa nga përvoja ime personale dhe profesionale në fushën e sipërmarrjes në sektorin publik dhe privat, mund të them që gratë kanë potencial të lartë, por jo të mbështetura si duhet dhe jo për t'ju dhënë mundësia dhe hapësira për ta shprehur potencialin e tyre. Ku mendon që qëllon ky defekt tek ne? Pse? Unë mendoj se është tek mosbesimi, ngritja e vetdijes dhe guximi. Një femër duhet të guxojë, një leadershipi fillon me guxim dhe veprim. Edhe duke e mbështetur çdo herë njëra tjetrën. Ajo nuk diskutohet, mirë po të gjitha këto elemente kur gërshetohen, atëherë bëhen më funksionale çdo punë dhe çdo mbështetje të një vajze apo gruaje që don të hyjë botës së biznesit. Është shumë mirë tani që kemi këtë dirë të hapur, këtë fondacion, besoj që do trajtohen edhe tema nga më të ndryshme, apo jo? Patjetër, për t'i mbledhur të gjitha gratë dhe për t'i inkurajuar në një farë forme në çdo problematik dhe temë që mund të trajtohet në këtë fondacion. Po, Aida, patjetër që po, neve nuk do të fokuzohemi vetëm në fushën ekonomike, do me thënë Fondacioni Leading Ladies nuk përjashton edhe sportin, kulturën, artin, do me thënë do të fuqizojmë gratë në çdo fushë që ato dëshirojnë ta sfidojnë vetveten dhe t'i përgatisen profesionalisht për të udhëhequr. Me qenë se ti tani më ke një përvojë të gjatë si ekonomiste dhe edhe në sektorin e biznesit, ashtu private edhe publik, më thuaj se cilat janë disa nga sfidat me cilat je përballur ti si një grua e suksesshme dhe lidere me plot kuptimin e fjalës, me qenë se ke një bagazh mjaft të madh në këtë drejtim. Cilat kanë qenë ato sfidat dhe peripecit që i kete kaluar në fillim, Elmedina? Po, Aida, të them të drejtën, ne gjenia femrore kemi shumë sfida. Fillimisht mund të them se mos balanca në mes jetës familjare dhe asaj profesionale. Mendoj që mos balancimi i duhur është një problematik shumë e madhe, mirë po gjithashtu mendoj se edhe një mbështetje e duhur e familjes, sepse ne angazhohemi dy fish, por vlerësohemi njësoj. Gjithashtu edhe mos qasja e barabartë ndaj burimeve.
që realisht është problem kryesor për të hapur një biznes. Kemi shumë sfida, diskrepancë kemi edhe në plan programet, mentorimit dhe aktivitete për të nxitur frymën sipërmarrëse. Mendoj që këto janë disa nga sfidat që përballim të gjinja femërore, gra dhe vajzat këtu në Maqedoninë e Veriut. Ke pas ti mbështetjen e duhur familjare dhe bashkëshortore për t'i tejkaluar të gjitha këto bariera dhe për të arritur në këtë sukses që tani po e gëzon? Ashtu, Aida, unë gjithmonë kam balancuar jetën private me atë profesionale. Mendoj që këto të dyja role e pasurojnë njëra tjetrën. Duke marrë parasysh se je edhe nën e dy djemve, me siguri që ka një shembull ideal ato, kur shohin një grua të suksesshme në shtëpi dhe e marrin këtë shembull pastaj edhe për vitet që pasojnë kur triten. Po, Aida, unë jam nën e dy djemve të mrekullueshëm, të cilët më motivojnë çdo ditë për të ecur përpara. Atë janë motivi kryesor që ne angazhohemi dhe që ne luftojmë për të drejta, për një shoqëri më të qëndrueshme dhe më të mirë. Elmedina, më thuaj se si mund të arrisim më shumë rolin e grave në pozita drejtuese dhe në vendimarrje ekonomike që realisht e kemi pak të mangët në vendin tonë? Aida, unë mendoj që vetbesimi në vetveten dhe në potenciali, dhe normal me mbështetje, të mbështesim njëra tjetrën, t'ja shtrim dorën njëra tjetrës dhe të punojmë në atë drejtim që femra shqiptare, vajza shqiptare, gra shqiptare të tregojnë dhe të dëshmojnë se munden. Ka pas raste kur ke pas, Elmedina, dhe takime me vajzat të reja dhe është dashur që t'i frymëzosh dhe të kalojnë në këtë rrugë që tani më ti e ke të shtruar mirë? Patjetër që po, Aida, vajzat e reja nuk e di dhe sa e vërejtë atë ditë në të promovimin e fondacionit, kishte shumë dhe janë pjesë e ekipit tim profesional, kështu që çdo ditë kur takohemi më kanë si një shembull për të më marrë dhe jam shumë i lumtur që mundem t'i motivoj të paktën për këto aktivitete me të cilat unë merrem. Vajzat e reja kanë shumë potencial, Aida, kanë potencial të jashtëzakonshëm, vetëm se ju duhet në të vërtetë mbështetja. Mbështetja e një vajze, një gruaj, një shoqe edhe e një nënë, pse jo. E cila i ka kaluar vetëm këto bariera mbi gjitha. Kishte përveç juve, kishte edhe shumë gra të suksesshme aty, edhe zonja Gzime foli për karrierën e saj tani më në biznes shumë vite më herët, se si ka filluar dhe si ka kaluar të gjitha këto bariera në një vend ku është vlerësuar më shumë puna e burrave në biznes dhe jo e grave, por që viteve të fundit pak a shumë ka ndryshuar, Po, Aida, nuk mund të themi se është njësoj si para disa dekadave. Nuk është njësoj, para 30 viteve ka funksionuar ndryshe, mirë po tash këto bariera dhe stereotipi kemi kaluar. Unë da të shfrytëzoj rastin edhe publikisht t'i falenderoj panelistët tona që ishin të mrekullueshme. Që ishin jashtëzakonisht të mrekullueshme në historitë e suksesit të cilat ato treguan, na frymëzuan, na motivuan dhe gjithashtu na treguan edhe sfida që i kanë kaluar për të arritur deri këtu ku janë. Dhanë shumë mesazhe, motivuan shumë vajza dhe shumë gra, besoj që u transmetua edhe tek emisioni që ju e keni lançuar pak më herët. Kishte një atmosferë pozitive, një ndjenjë bashkimi, kur shifja se si bashkë bisedonin gratë me njëra tjetrën, vajzat me njëra tjetrën, mendoj që jemi në rrugën e drejtë. Do ta kem mbështetjen edhe shumë vajzave dhe grave të tjera të cilët e përqafojnë këtë nisëm. Mendoj që edhe është shtuar motivi pastaj, edhe për ty për vazhduar. Patjetër që po, kur pash në sallë gjithë ato njerëz që kishin ardhur, gjithë ato mysafire, normal që unë ndjeva shumë entuziazmuar dhe emocionuar. Si mund të bëhet pjesë, Elmedina, e fondacionit Një Grua? Cilat janë rregullat? Aida, nuk ka rregulla, çdo vajzë, çdo grua që ndanë të njëjtat vlera me ne, mund të bëhet pjesë e fondacionit Leading Ladies dhe ata në të dy platformat, në platformën online ose gjatë organizimeve. Kam ndonjë aplikim ose? Po, tek nuk e di sa e vërejtë, atë ditë shpërndajta disa materiale propaganduese.
Dhe gjithashtu edhe në rrjetet sociale në Facebook dhe Instagram, është rrjeti QR që mund të skenohet dhe të shkohet direkt te websajti dhe aty mund të regjistrohen. Kjo është edhe një farë lloj mbështetje që po ma japin vajzat dhe gratë, edhe gjithashtu gjatë organizimeve të aktiviteteve të ndryshme mund të bëhen pjesë e jona që kemi për qëllim fuqizimin e grave dhe mbështetjen e tyre. Elmedina, me qenë se të kemi nga Gostivari, por që kjo nismë, ky aktivitet i parë filloi në Tetov. I radhës mund të jetë në Shkup ose ndonjë qytet tjetër. Aida, nuk dua të premtoj shumë, mirë po vetëm mund të them që Fondacioni Leading Ladies e shoh shumë larg, e shoh me një sër aktivitetesh që kam shumë ideja se çfarë dua të bëj bashkë me ekipin tim profesional, kështu që më mirë të flet puna. Jeni shumë? Si fillim? Jemi, Aida, jemi një ekip i mrekullueshëm, të cilët punojnë pa ndalë dhe vetëm që të arrisim fondacionin dhe të ecim përpara. Ke një synim, një ëndër të përcaktuar për këtë fondacion, Elmedina? Patjetër që po, Aida. Qëllimi i Fondacionit Leading Ladies dhe ëndra mund të them që është i rjetizimi, edhe për te kufive tonë, sepse do jetë shumë e bukur kur gratë nga shtetet të ndryshme do të ndajnë përvojën me neve. Dhe këtë kombinim të përvojave ta zgjirojmë edhe për te kufive. Kjo është edhe si qëllim kryesor i fondacionit. Ke menduar që këto përvoja të grave për gjithë ato gra që nuk mund të jenë pjesë e fondacionit dhe për t'i parë nga afër këto gra të suksesshme, të ketë ndonjë platformë online ku mund të shihen këto organizime? Patjetër që po. Sepse është e rëndësishme, se ndonjëherë desha mund të mungohen. Po, edhe për hir të kohës që njerëzit jeta është shumë dinamike, tani për të arritur të gjithë gjërat, patjetër që në çdo organizim të radhës do të ketë edhe kyçi online përmes një linku ku munden të klikojnë dhe të ndjekin nga afër trajnimet, mentorimet dhe edukimet që do t'i japim me qëllim të fuqizimit të grave dhe mbështetjen e tyre. Dhe për të mirën çdo herë të gjinisë më të bukur. Thua, Elmedina, mesazhi për fund për gjithë ata që nuk kanë pas mundësi që të jenë pjesë e këtij rrjeti dhe këtij fondacioni atë natë në Tetov, por që nëse dëgjojnë këtë bisedë, është mirë që të kontaktojnë dhe të bëhen pjesë. Besimi në vetvete, Aida. Të mos kenë frikë nga dështimi, të besojnë në potencialin e tyre të vërtetë dhe të besojnë në vetveten e tyre. Siç thash edhe më herët, leadershipi fillon me guxim dhe veprim. Pa mos e provu, nuk mund të dish se a mundesh apo nuk mundesh të dominosh në këtë shoqëri. Gjithçka nis nga vetja, definitivisht. Patjetër. Dhe nga përkraja e të afërmëve pastaj. Familja ka shumë rëndësi, Aida, rrethi, shoqëria, koleget, gjithçka kur bëhet një gërshetim i bukur, edhe s'ka se si të mungoj suksesi. Definitivisht. E dashur, unë falenderoj jashtëzakonisht shumë, e di që je zgjuar shumë herë, sepse na ke ardhur nga Gostivari në këtë kohë të zy, por që me një energji tetë pozitive, na zbukurove studion dhe na dha e motivin për ta filluar ditën sa më mbar me një ritëm të përshpejtuar. Kur ke energji pozitive, shumë shpejt shkon koha. Aida, kisha kënaqësinë të jam mysafire jotja. Shumë kënaqësi. Kënaqësia e dyfisht, bile. Faleminderit. Të dashur miq, ishte kjo biseda e realizuar me Elmedina Shuaibi, themeluese e Fondacionit Leading Ladies, të cilin e pat edhe në kronikën e përgatitur paraprakisht, para bisedës që kishim në studio. Ne tani bëjmë një ndërprerje shumë të shkurtër me një pikë muzikore për të rikthyer sërish në studio dhe për të vazhduar edhe me pjesën e fundit të programit ton me mysafirin që tani më po na pret prapa kamerave. Qëndroni me ne.